Ishte vetëm 6 vjeçar kur humbi personin e tij më të rëndësishëm në jetë, nënën, e që nga ai moment për të jeta ishte shumë më e vështirë. Është ky 74 vjeçari Pjetër Simoni nga fshati Zllakuqani i Klinës, i cili tregon se sfidat më të mëdha i kishte deri në moshën 16 vjeçare. Rinia jeme ako shumë e rëndë dhe shumë e dëpë, se nana më kalon moshën 6 vjeçare, baba mundësit e dëpta. Kush u kujdes për juve? Kush u kujdes për juve fëmijët është për ty? Gjyshja. Gjyshja. Vllaz një motra tjerë? A ke Një motra kam pas ajo ma vogël. Do të thonë ti e pa fëmija më e madh. Po. Një motra kam pas ma të vogël, 3 vjeçe. E qështu. Vish koha ma e dëpt, ma e keshe, ma e jetës teme akon, deri si kam bo 16 vjeçe. Motra? Unë, te si jam rritë, se kam kërë shkollën, atëherë, ila morë me gjanë, ila morë desh, dath, po s'kishëm fokarallak akun. Fokarallak s'kishëm. Kishëm gjanë, po, kishëm gjanë, po. Me që të gjanë me la porezin, me la ata, me shka me bëha, ishin të sene trauna. Baba martohë dhe njëherë, atër, ta fëmija tjerë të vacërës. Po, o kujdes, po, mundësit e s'ka pas asaj mundësi. Me të kështë aty. Kam një nevoj për nënën edhe për babën, se kur se ki nënën, se ki as babën. Unë e kisha që me shku në shkollë, mundësit si shinisë. Atër, moshën 17 vjeçare, jem konë unë pak problem. Dhe nuk në sharat, kapsha me njerëzën me fëmijë, që është si, jem konë problem shumë. E atër 17 vjeç, morën në shtarë. 17 vjeç kam shku në shtarë. Ku? Pazin. 1967. E kam dalë 1969. Tenkist jam konë, atje, 3 mujtë në Banja Luk, mas 3 mujve, ka të shu, e kam kry, e kam marrë diplomën. Një vit më vonë, kur Pjetri mbushi 17 vjeç, ai shkoi ushtar, e sot, ai kujton atë periudhë të rinisë së tij. Shus maj me shumë aty, se jam konë pak më i pjekun. Ushtri Jugoslavë. Ka pas disciplinë, ka pas rënë, ka pas liqë, ka pas regull. 68 se në hini Rusi Çekoslovaki, o deshtë në njatë nësë, në dytë nësë, kena dalë kofi. Kofi me Italien, kofi gjithë ka. Deri me 10 gusht. Deri me 10 gusht kena nejna për kofi. Kajti im tjuk. Me tenka. Tenkat jo bashkëm ata rohat e ishim tjuk mrena. Që ashtu kena nejt, në përmole vish, da mama se dije që ka është, përgatitje për luftë. Kështë e kajshin njerët, hikshin, dëzërtojshin. E na shqiptarët, une, një farë kadrija i në konë, i slogit është, kadrin i moni, na kena nejt atë. Na kena nejt, na shqiptarët s'kishu ku më shku. Më shka më shku, s'kishu, me hikë s'mojshëm. E me dhe dërtu si kur ata tjerët, a kam pas në dënim? Tjetë janë konë kallavacit të Zagrepit, të hikshin autobuset, dhe shka hikshin, shkojshin shpi. I zajshin, i mshelqin burgë, i kanë zonë, i kanë marrë, i kanë këthyë, i kanë mshel burgë, qështu. A ki kontakt me kadrion tash? Jo, kadrion është ka shku në Vojvodin, a konë kondukter bon, ka punu kondukterët i autobusat, edhe mos a këthy këto, martu atje edhe është në visat. E mos ka pas kontakt me ta. Ai më tutje rrëfen se pas përfundimit të ushtrisë,
kishte shkuar në shtetin Kroat për të punuar dhe për t'i dalur në ndihmë familjes. Opatia. Opatia në më thonë, Istër është. Rijeka, opatia. Në opati ka punu. Qa ke punu? Dërtim të ri, senësh. Ka punu edhe në hotele, dikur vonë. Në për klubët nësë. Ka punu, e konë... Që përnë është gjatë natën. Këtë jeta në rëshë atje. Këtë tjetëri. Qa ke menu? Tjetër jetë, tjetër në rëshë ka menu si këtu ka bota Amerika. Me roba, me tesha, me hana, me kulturë, me këtë senet mirë. Kulturën shumë të mirë, fëmija të shku në shkollë, shumë të veshën mirë, përgatitën mirë, shumë mirë, shumë mirë. Të më thonë Kroacia. Sa muj ose sa vjetë ke lejt atje? Kam një 7 vjetë. Nga shumë moshatarët e tij, të cilët martesat i kanë bërë me mset, Pietri gruan e tij e njoftoi vetë, por që nga kjo martesë sollën në jetë 3 fëmijë. Mirë po për 2 fëmijët e tij, fati kishte vendosur një tragjedi. Jo, e kam pa unë për shkit këta, edhe kjo s'm ka pa mu isë në shta. Ishë që ashtu e këtër me mësete kina. Ku e ke po? Po të shkollave ke kjo që të shkollë sot e kërshevë se ty. Atër gjyshja e ka lypë këta. Gjyshja kësana ashtë ka thonë po. Ti do me thonë erdhe i kazove gjyshës, a? Jo, gjyshja ma shumë për para me e ka po këta. Edhe më ka thonë mu, dhe thash po e një. A ban me feju. Thash po. Kur dush. Edhe e kam feju. I ka fat zote 3.000. 2 më kanë dek. Nja kam gjallë. E shika që ty so fotografi më kanë dek. Para 7 vjetë. Pse? Milqia. E qështëm. Vishë rritë thuja si jetim, vishë tash falim një zotit, ka punu djali, i kam 2 djelë të vatër. Mirë. Koha kalume për mu, u harroftë. Se kam bo një thmini shumë të keqe. Po shumë traumë të keqe. E tash ti, tash falim një zotit janë tama. Tash kim tesha bol me veshe, kim me hongre, kim me pi, kim krejtë. E atërë, akon zarë. S'kish. Gjyshja 70 vjeqe, shka kish më mba mu? Unë i shkysh atesh, atër s'kish më shka mi kep. Derisa flet për kohën e vjetër, Pietri thot se ka mall për dashurin dhe respektin e asaj kohe. Mungohet shumë se në dashnia mungën. Mes njerëzve. Dashnia konë ma mallë, ma dishysh. Nuk ka pas rejtjes, nuk ka pas... Adim në smedisht një unë i tjetërin. Pse po me ndonë që tash ka ndryshu gjona? Tash ka ndryshu se tonë e kanë bo parët e veta, senet e veta. Gjithë kush, sa është moshtë kush për kërkan, qenë rrugë nuk që. Nuk dënë më full, i ka punë të veta, s'dënë, banë zonë. To senë e jenë. Apo të shtetësan që ke fakt për shumë? Po më shtetësan se tash koha jemen, tash gati si thuja gjysa gjeneralës teme janë shku, e tash as ki ku me nejt, as me pi një kafe, dash kafe me djelë 3 unë, tash ha muj me nejt, së në rri. E në kafe nuk kam fort më rak më shku. Rënja sodit, gjatë mirat i kanë. Gjatë një të mirë e kanë mundësin me mësu, be kap kalemin e me mësu sa të mundë. Krejt mundësit i kanë. Ujtë nëzet, banjat, krejt i kanë kalema, fletore, shpijat nëzeta, shpijat e mira, rrugët e mira,
shkollat e mira, teshat e mira, librat e mira, me hangër me pi sa të mujnë, marrë e keshëm vjen se nuk e vazhdojnë shkollën. Se pa shkollë nuk ka asë një send my këtë tjokë. Kur zgjon s'ka pa mësim. Mësimi është kësër. Mësimi është pa buk me nejtë, pa shkollë zbanë. Shkolla o krejtë. Se shkolla ti bjen metë. Kur s'ki menë shkëllujt është në ujë, s'ki. Derisa rrëfen jetën e tij, ai tregon se ka qenë edhe pjesëtar i UÇK-s. Gjatë luftës ka marrë pjesë ditën e parë në Llaush. Unë vetë personalisht. Apo në kazën qyshe ke marrë këtë vendim me medalë, me marrë pushkën medalë? Ditën e parë ka vëros profesorin në Llaush, për që unë e Mendeske, Lazar Prenoka, Mulla Gjevati edhe Sekrejet Cana. Ditën e parë në Llaush. Edhe? Edhe s'jam da më kur. Të thoni e veteran i luftës. Jo, s'jam veteran hesh, as jam shku kun hesh kur. Hish. As nuk kam desh më shku, as më ka ra në mend pa punë. Vish të shavish me sti shata mësë. Qyshe ke marrë që të vendim? Qëto ka marrë që të vendim, që shto kemë me të nejtë qëto, na ka rrëthu krejt këtë vend, me ushtri, knej, Kashtëpeli, knena, shto kena metna. I kena pas Mitrovicën, një 1500 shpyrta të rinë 3000. Shto. Shto ka nëmër bukë. Shto. Grata tje, borrat këtu. Këtë kë vend të rinë prova konë, këtë me qadra e me sene, shto. Edhe grata të në si kanë ardhe, kanë qitë bukë këtu. Kanë qitë bashkë me grunë të emë këtu, tama, e kanë pas fine vetë. E kem kalu dishys, falem një zotet s'na i ngocen, se kajtë Mitrovicën që të okun. Shto. O do shkaj, ka 7 veta, 8 veta, me në me thonë kanë lindë, që ti. Tu, 9. Në bërë të kishtë, që ty. O do shetë bukë më hongërë. Edhe besa mjekimin. Po motrat e kishtë, motrat e njerit, sa kanë mujë, kanë bon, e kanë bon atë njerët në vetë, ka kanë pas, sa kanë mujë mi rathu. E qatë periudës që si ke konë në stop maleve, a ka ndodhe e rast? As në rast i keshtë të jo. Jo, po menoj, të që e kujtën, ose na i shok ju i të që u plagos, ose u vrasë. Ja, këtu unë jam konë vë shpëtirin klinë, edhe qëtëfar teritori shtu. I kam kontrolu sa kam mujtë njështë, edhe njështë këshis jam mujtë, si kanë pas menë në keshe, edhe ushtarët e mi, tonë tëndë, ju kam thonë më zbani shërë se e kim popullatën tu. Sa kam mujtë, kam folë më këtë gojtë e më me bo shërë, se dëshin njërë konë të sërbë këtu, dëshin mi vrahë. Ta mi vrahë, ta në me qënë në këtë një kajtë këtu. Se dëshin mi vrahë, Shulci. Shulci akon, ju tash ka ikur është atje në Hagën. Pa të shku atje, është në Hollanda, i Sandburg, po. E aj, te kemi vrahë këtu. Po, të bisedu me ta, ma bre, se zban, me pështu qëtë popullat qështu. Se sa për mu, mi pavra 100, unë se shangur, dhe që në malë për vetis, s'nisha për atë mund, po ishin me thmije, me krejt kjo fush, këto tiktirja atje të bazenit të kisha, krejt akon me shatora proni, krejt akon me njësë. Ka një najlan, ka një sen, ka një ishë. U bëshin kolonë që tu më orë dhe rëndë të hongër bukë. Këtu aty, zarë me dheze, që shtu më mujë me i ka përcilë me kalu koha. Edhe falim një zotit,
dha Zoti, kaluam tonë mirë. Tash misia na ka met me Mitrovicën, vinë edhe shkojnë, vinë për gjithë kohë, këtu grupet tona shkojnë atje. Njëherë jam konë edhe unë, për s'kam pas kohë, se jam i vetën, qështu, misien se kena këputë. E si ish luftetar, a ndjek më vëmendje gjykimin e shkrerëve të UÇK-s në Hagë. Po nash me pa pas shtete, me pa konë, s'na kish marrë në Hagë. Po vetë i kanë fajt e kanë votu vetë specialën. E s'kanë pas qarë se kish, ta s'kanë pas qarë pa shku kështu më vashtu. A votu kanë ta, LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, specialën. Se në parlament atëherë vetë vendosja s'ka dashtë, se ka votu vetë vendosja. E në anën tjetër, numëri i madh i studentëve po gjenë mundësi të studimeve larg vendlindjes së tyre, mirë po me këtë nuk po pajtohet ai. E derisa komenton gjendjen e migrimit të rinjve, Pjetri thot se fajtore për këtë gjendje është shteti. Në Kes, shumë për tyne, po shkollohen, po e kryjnë shkollën, po shkojnë jashtë. Na do të më dhonë kontribut qëtu. Kontributin do të me dhonë qëtu, jo me dhonë jashtë atje. E kryjnë fakultetin, e kryjnë mjekësin, shkojnë jashtë. E shka mu gëzohune për ta. Do të na pleshtë për që aty në jetujmë. Ka faj shteti. Shteti. Ka faj shteti. S'ka vendet punës, sa duhet. Edhe vendet punës nuk ka pagesa. Ai për një pagë më të nalt, shkon. Shkon për këtë ujtë. Na hikin ushtëria, na hikin policia, na hik medicina, na hikin mjekt. Mu për vete shumë për moshën teme e për tritë e mi, maron nuk e di. Nuk e di. Ma kesh s'ka në botë. Shteti nuk më atë kështu. Me t'hik Renia. Renia ta mojë shtetin. Ushtria ta mojë shtetin. Na s'kem me 90 euro ushtari, shka ka me bon ty? A më hongër buk, a më ullëtu, a shka me bon? Polici, shka ka me bon? Tesha nuk ka, robe. Një polic, shkon veri, rën një mujdit, pan rohes, me që ato robe. Nuk ka tesha, nuk kanë qizme, nuk kanë sigurim. Mjerisht, që 22 vjetë, 24 i në shtetë kisha. S'kanë, që kjo më djegë mas shumë ti. Korupcionin qilë. Korupcionin qilë. Shko të mjekit, s'kip se shkon. Marrë me tarë shka të bojnë. Do të mi marrë masat marrë me e korupcionin me punu. Me pas ligjë, me pas shtetë, me pas se shtetin të mojnë ushtria, policia, gjykata, ministria, të mojnë shtetin. Ko s'kan ata, tjerë të dolin me shkretë, Duke qeni pa kënaqur me migrimin e të rinjeve jashtë vendit, Pjetri thot se shefi ekzekutivit nuk ka bërë asgjë për vendin. Albini ka premtu shumë e s'ka bon hishë. A ke prit ma shumë vitina të personat? Kam prit edhe ka prit këtë që kjo Kosovë si dhe shka ka me bo ma mirë, nuk ka bo asë një sen. Asë një sen nuk e ka bo. Mu me mrahy se sërë 74 vjeç, për i zemës plasë më shku në veri atje. Më shku më nejë që aty, me këshirë shka të bo. Se s'po du më foljet. E qysh menen që ishtë dashtë me regullu ajnë këtë rastë? Po, me regullu? Pa Amerikën nuk regullohet ajo. Pa Amerikën e nuk regullohet.
në këjt vete nuk rregullohet, se na s'kem fuqi, na s'kem ushtri, s'kem armatim. Ajerani ka aeroplana, ka tenka, na s'kem as helikopter më shku, prit na zot. Prishtinën, emergjencën, një helikopter nuk e kanë krejt spitalet e Prishtinës. Nuk e kanë, se ma ushtria, s'ka heq. E qysh me jetu kështu, kena ushtrin. Me një poshtë më dalë në malë që ashtu kena pas, e shka na ka gjetë. O deshtë me ikë për këto në Shqipni më shku.